Shikues të radio televizionit të UTA, jemi me emisionin maraton tashme të Kurban Bajramit. Sot do të fillojmë kështu së bashku edhe me intervistën e parë, si çdo herë tjetër kemi nderin dhe kënaqësinë që në studio të këtij emisioni të kemi të ftuar Zotria Ali Bardhin, kryeimami i Bashkësisë Islame. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që pranuat ftesën dhe gëzuar edhe një herë festën e Kurban Bajramit. Mirëmëngjesi juve, televizionit tuaj, shikuesve të televizionit tuaj, po ashtu dhe gjithë besimtarëve kudo që ndodhen, ju uroj festën e Kurban Bajramit. Gëzuar familjarisht edhe si ishin emocionet e para, falja namazit të Bajramit, sa xhamat kishim, një ditë e mirë sot. Po, natyrisht si çdo vit do të thoja, por vitet e fundit natyrisht ka dhe rritje më shumë të adhuruesve, praktikuesve do të thoja. Sidomos brezet e ri më tepër ndihen domethënë prezent në xhamia. Falë Zotit, në të gjitha xhamit është falë namazi i Kurban Bajramit. Janë majtë programet pra nga momenti i faljes e farzit e namazit e sabahit deri në kohën e ezanit. Ka pas programet e lëmishme në disa xhami të ndryshme, por ajo që ka dominuar, apo që dominon është ligjeratat të cilat apo predikimet që jepen gjatë këtyre ditëve, sidomos në ditën e Kurban Bajramit. Dhe kështu që prezenca e xhamatit ka qenë, pjesëtarëve, besimtarëve ka qenë e kënaqshme, dhe i uroj ata për këtë fest, duke i lutur Allahu xhaleshanuhu që t'ju këtë pranu, inshallah, gjithë adhurimet, e natyrisht që haxhit tanë të cilët ndodhen, sepse kjo fest në lidhet me dy pika kryesore, siç është haxhi dhe kurbani, dhe haxhit tanë të cilët ndodhen në vendet e shenjta, që po qëndrojnë në Arafat dhe tani po kryejnë edhe ritet e tjera që ndërlidhen me haxhin. I urojmë ata që Allahu xhaleshanuhu t'ju pranoj gjithë këto ibadet, edhe lutjet e tyre shkoshin edhe për ne dhe për mbar botën nga ai vend i shenjtë. Dhe shpresojmë që inshallah edhe ata të kthehen shëndosh e mirë në vendin tonë. Amin. Do doja të filloja pak, ndoshta me gjenerata këtë bisedën tonë sot. Do doja të filloja nga fëmijët, me qenë se përmendet që ka pasur shumë aktivitete, edhe vetë kujtojmë si fëmijë që në atë kohën pas faljes së namazit të sabahut edhe midis faljes së namazit të Bajramit, shpesh herë ka aktivitete që edhe fëmijët vetë këndojnë një ilahi, ka disa sure nga këta. Bajrami edhe fëmijët, nëse fillojmë kështu, çfarë do të thotë, çfarë kuptimi ka? Në disa raste, kjo duke qenë se festat fetare janë të ndërlidhura me kalendarin henor apo hijri, siç i themi ne, dhe ato variojnë dhe lëvizin vazhdimisht, por gjatë kësaj kohe namazi i Bajramit është, si thosh, më herët, domethënë nga vitet e më përparshme apo të kaluara, ku ka qenë ndoshta dhe domethënë deri një orar shumë të vonë, ndoshta deri në orën 6-7 për shembull. Dhe duke ditë që kjo është herët pak edhe fëmijët është vështirë që edhe të angazhohen në programe të hershme, por gjithsesi, qoftë më përpara, por qoftë edhe tani, kemi raste apo në disa xhami apo ku fëmijët, po në qendra kur marrin pjesë fëmijët me programet e tyre, si për shembull me ndonjë recitim, me një poezi që i kushtohet festes apo profetit alayhi salatu vesselam, apo në raste të tjera kur ndërlidhet edhe me ndonjë ilahi në mënyrën e vet se si e këndojnë ato, domethënë me ata notët e veta si fëmijë që janë. Kështu që kjo e bën më të larmishëm programin, por gjithsesi ajo që dominon, që thash në fillim, është ligjërata që i kushtohet normalisht të rriturve. Dhe kjo është ajo që dominon, domethënë, ditë Bajramit si ligjërat, ndërsa hutbe është, si më thonë, si më e shkurt, më shumë janë mesazhet të cilat i jepen, domethënë,
për këto ditë të bekume. Dua të ndërlidhem me ty, Dafina. Tha që Bajrami dhe fëmijët. Bashkësia Islame ka bërë ndonjë organizim për fëmijët sa i përket kësaj feste, kësaj rrate? Po, sa i përket këtij vit, si çdo vit, domethënë, ndahen to pakot e Bajrami, si të thoja. Këtë vit për shtesë, domethënë, kemi edhe në qendrën kulturore, po them Islamin e Kryth, dhe aty do të jetë, si të thush pasi, që do të jepen domethënë këto dhuratat për fëmijët, kështu që mundohemi që t'i gëzojmë edhe ata dhe t'i bëjmë pjesë e një festimi. Është ndërlidhur, edhe psikologët thojnë vazhdimisht, edhe vetë profeti pse ka thonë domethënë që kur janë fëmijët e vegjël në moshën 7 vjeçare, mësoni ata që të adhurojnë, të falen, domethënë, sepse fëmia, domethënë, është i atill që domethënë merr domethënë edhe ngolitet në subkonsciencën e tij. Do të thotë në ta momentet qysh fëmijë ai fillon dhe i merr dhe i rikujton ato ashtu siç ju i rikujtuat edhe momentet që keni edhe fëminin tuaj, domethënë, që keni pas, gjithë ne i kujtojmë ato fëminit tona se si i kemi kalu dhe Posaçërisht këto momentet më të bukura siç janë edhe festat e Bajramit. Normalisht to janë edhe më shumë që domethënë që mbesin gjitha, domethënë sidomos se ato shkruarjet tek njëri tjetri apo përgatitjet si tradicion që janë bën, domethënë ushqimi i mëngjesit zakonisht ne ka qenë traditë përgatiten petullat me djathë, me gjëra tjera, me mjaftë. Fatmirësisht ende është ajo traditë, nuk po zhduket. Është një traditë e mirë, domethënë që edhe shkurjet tek njëri tjetri. Natyrisht, kjo kohë të fundit ndoshta ka rënë, por kjo vizita tek zbesi tek njëri tjetri. Edhe do të apeloj edhe që mos shkohet, sepse njerëzit edhe shfrytëzojnë, sepse to ditë janë edhe ditë të pushimit, edhe nga një herë edhe shfrytëzojnë edhe dalin edhe shkojnë në vende të tjera jashtë dhe e humbin atë edhe sensin për çka është festa e Bajramit. Pra festa e Bajramit është domethënë që gëzojmë gjithë ato ditë, domethënë këtë ditë ne presim kurbanin dhe gjatë këtyre ditëve ne duhet ta shpenzojmë dhe ta konsumojmë në përgjithësi mishin e kurbanit me të afërmit tanë. Dhe ajo që thot profeti alayhis salam, që thot që një pjesë të ndani për të varfër, një pjesë për të afërmit dhe një pjesë për veten tuaj, natyrisht që ajo mund të, nuk është të thonë që duhet ndahet edhe t'ju çohet njerëzve në këtë formë, por edhe të afërmit t'i ftosh në një ushqim kur bashkarisht e bën, domethënë edhe nuk është të thonë që ti duhet me patjetër që t'ju çosh të afërmit, por ti mundesh edhe me i thirr të afërmit në atë darkë, domethënë, ku të gëzohet, ku të gëzojmë gjithë së bashku, domethënë me njëri tjetrin. Kështu që e gjitha këto për të ndërlidhur me atë që fëmijët domethënë to i mbesin mendit e tyre dhe gjithmonë domethënë do t'i kujtojnë ato me madhe me nostalgji. Natyrisht gjithmonë njeriu avancon në mënyrat ndoshta do të thoja me gjërat e reja që po na shfaqen vazhdimisht edhe mund të nikojnë domethënë në mënyrat e festimit, por ajo që duhet mbesin esenciale dhe që nuk duhet të ndryshojë është që domethënë festa kur është festë duhet dihet që është festë dhe çfarë janë obligimet dhe detyrimet domethënë që është domethënë vizitat e ndërsjellta tek të afërmit, kujdesi për të varfrin, nëse kemi dikant që njohim se natyrisht ajo të varfrit mund të jenë edhe në vende të tjera, por ne nuk kemi mundësi dhe nuk i njohim dhe nuk domethënë në fund të fundit nuk jemi edhe të obliguar shumë, pa marrë parasysh se për gjithë botën ne duhet mendojmë, domethënë, por duke qenë edhe largësia dhe vendi, domethënë, se ku qëndron edhe ku jeton ti, është obligim parësor që të shikosh një herë pjesën rrethin tanë, rrethin e ngushtë, dhe me pastaj të dalësh edhe më gjatë. Ne në bisedat tona, le të themi, gjithmonë bisedat tona janë të parat së bashku për të filluar emisionet
festës së Bajramit, në këtë rast Kurban Bajramit, nuk do doja që ndoshta në një farë mënyrë të përsëritemi, edhe disi pak do ta anashkalojmë të pjesën, le të themi, të vetë kurbanit, sepse e kemi folur. Cila do të ishin disa segmente tjera që ne sot do t'i zgjeronim pak më shumë, le të themi, çfarë përbën Kurban Bajramin përveç thërjes së kurbanit? Po përveç prerjes së kurbanit, domethënë është ajo që e ndëlidh më së shumtit është edhe haxhi, por megjithëse ne nuk jemi pjesë e haxhit, se ne jemi larg, por kemi njerëzit tanë të cilët kryejnë haxhin. Haxhi ka një ser ritualesh, domethënë që realizohen gjatë këtyre ditëve, sidomos nga momenti i Arafatit kur bëhet që është pjesë e domosdoshme e haxhit, pra domethënë këto ditë ajo që e ndëlidh më së shumti është edhe dita, pra që ndërlidhet me haxhin. Kjo, natyrisht, si thash më përpara, nuk ndërlidhet me ne këtu, sepse e ndërlidhet direkt me haxhit që janë atje. Por, duke qenë se jena pjesë e lutjes tyne, jena pjesë e organizimit, jena pjesë e kësaj edhe ne domethënë përfshihemi te kjo pjesë. Por ajo që ka në vetvete, domethënë simbolika tjera kjo festë për ne do të thoja, është kujdesin që duhet të kemi për shtresën që është në nevojë, si thash më përpara, vizitat që duhet t'i kemi tek njëri tjetri, vizitat e ndërsjellta tek njëri tjetri, kujdesin që duhet të shtrojmë edhe për kategori tjera që vazhdimisht shtohen, si për shembull njerëz të cilët kanë mbetë në rrugë, njerëz të cilët janë pas trehim, njerëz të cilët kanë nevoja të ndryshme, domethënë duhet që kjo festë t'i përfshinjë ato dhe t'i gëzojë ato, domethënë. Edhe vetë pejgamberi alayhis salam ka pas zakon që edhe në një rast kur një fëmijë ishte i ndarë nga fëmijët e tjerë dhe në atë rast ai ishte, si thosh, ishte domethënë i larguar nga fëmijët e tjerë, ndoshta i metën sepse ishte prej atyre jetimëve që nuk kishte mbikëqyrje, dhe profeti alayhis salam e merr dhe e ushqen dhe i jep edhe veshmbath me tesha të reja, domethënë se thosh për me gëzuar, e ofron në një farë mënyre. Por këto janë disa shembuj të mirë që na domethënë duhet t'i marrim për referencë. Por gjitha këto domethënë kjo festë domethënë përmban gjitha këto gjëra në një areal me gjitha këto simbolika që përmbajnë vetveten e vet. Se çdo gjë, çdo simbolik që ka ndodhur, haxhi në vetvete për shembull. Haxhi ka një ser simbolikash që realizohen, që i realizon haxhiu, por ato domethënë janë domethënëse. Domethënë për gjitha janë domethënëse. Domethënë gjitha ato simbolika kanë atë që ne duhet jemi në jetën tonë përditshëm me, domethënë, njëri tjetrin. Pra atë që e kemi arrit, atë pjekunin edhe që jemi larguar nga ato mbetje, nga ato gjëra të këqija, që për shembull një simbolik që është për shembull gjujtja e djajve e shejtanit për shembull. Është ajo që njeriu domethënë simbolika është që njeriu të largojë nga vetvetja veset e këqija, gjërat e këqija, gjërat duhet mendoj s'pari herë, domethënë kur mendon për dikën, domethënë ta gjuaj dikën me një fjalë të keqe, me diçka apo me një gjë që e dëmton tjetrin, ta mendoj një herë edhe për veten e vet, domethënë se si mund të jetë e kundërta asaj. Sepse kena rastin kur Hazreti Isau ishte një rast kur kishte një, do të thoya, një tradhti kështu në çift, dhe populli aty që ishin hebrejt asaj kohe vendosin që ta dënonin, domethënë, ti dënonin ato të cilët kishin thyr te domethënë jetën bashkëshortore, dhe shkojnë te Hazreti Isau dhe i drejtohen atij se cili dënim duhet të jetë për këta tash. Dhe Hazreti Isa i jep një përgjigje: kush e ndihen veten të pastër, le të gjujnë me gur. Atëherë mëse gjithë njerëzit e mendojnë, kush e ndihen veten pa gjunahe, le të gjujnë me gur, domethënë. Dhe gjithë ata
kur shikunin dhe gjithë banin një balans në vetë, gjithë jemi prej atyne që kena gjinaha dhe gjithë të tërhoqen. Pra, dhe më thonë, gjitha këto kanë simbolikat e veta, dhe pse kanë ndodhë, dhe më thonë, ngjarje si më thonë për Haç për shembull, që kanë ndodhur në kohën e Hazreti Ibrahimit, shumë raste për shembull. Hazreti Ibrahimi e lën, dhe më thonë, bashkëshorten e vet, Haxherën, dhe djalin e vet Ismailin e lën në një shkretin. Dhe ata i thonë, o i dërguar i Zotit, a ka urdhnu Zoti tu apo po na lën kështu në këtë formë, dhe më thonë. Dhe ai thotë, dhe më thonë që është urdhën nga Zoti, dhe në këtë formë, dhe më thonë, ato Haxheria, dhe më thonë, në atë vendin, dhe më thonë, ku sot ndodhet Qabja, dhe më thonë, Safa dhe Merva, që janë dy kodra që kanë qenë, ajo lëviz për disa herë për të kërku ujin, siç e keni dëgjuar, dhe më thonë, që edhe simbolika e saj është, dhe më thonë, është gjithmonë që njeriu duhet të mos ndalet për motivin, për me kërku, dhe më thonë, vazhdimisht nuk duhet dorëzohet njeriu, dhe më thonë, ajo nuk u dorëzu, ajo ka mujtë edhe mu dorëzu në koptime dhe me met, ndoshta, si të thush, po i Zoti i madh, dhe më thonë, këto s'po hym, dhe më thonë, për të analizu këtë formen, por gjithsesi, ajo lëvizja asaj, përpjekja asaj, dhe më thonë, njeriu duhet bëj përpjekje në jetën e tij, dhe të mos dorëzohet. Pra të janë simbolikat e cilat ne na mësojnë, apo si thash rastin e gjujtjes me, apo rastin tjetër tavafin, gjitha këto dhe më thonë, neve na mësojnë se dhe më thonë, çdo gjë sillet rreth, dhe më thonë, orbites, dhe më thonë, çdo gjë sillet dhe në këtë formë edhe çdo gjë sillet, dhe më thonë, gjëja më e vogël sillet ndaj më të madhes, më e madhe sillet prapë ndaj më të madhes, tjetra më e madhe kështu me radhë. Dhe më thonë, graviteti tyne që i sjell nga gjëja e vogël sillet ndaj gjës më të madhe. Pra, deri që shkon tek krijuesi, tek Allahu xhaleshanu. Për atë arsye është edhe simbolika, dhe më thonë, tavafi që ne i themi, është simbolika që ne e i lutemi dhe i sjellemi rreth, dhe më thonë, fuqisë se Allahu xhaleshanu që ka çu mbi tokë dhe mbi gjithë universin. Pra, janë një ser kështu simbolikash, por ajo që ne duhet marrim nga këto, domethënë edhe që duhet kemi, përveç atyne që kryjnë haxhin, pra është, siç thash edhe një herë për mas të mëran përsëritje, domethënë është qurbanit e cilët ka mënyrat e veta se si duhet festohet dhe se si duhet të ndahet në forma dhe se si duhet të ftojmë njëri tjetrin, domethënë për këtë, vizitat që duhet i kemi me njëri tjetrin, respektin që duhet të tregojmë për njëri tjetrin, kategoritë të ndryshme siç thamë më përpara dhe përsërisim edhe një herë, si kategoritë shtresat e varfëna, ata që janë në borxhe, njerëzit që kanë mbet në rrugë, domethënë nuk kanë asnjëfar mbështetje, domethënë për gjitha këto kategori duhet të mundohemi që të punojmë dhe të përpjekemi për të realizuar një gjë të tillë. Megjithëse se jemi tek pjesa e kryerjes së haxhit. Tani unë do të kaloj ndoshta tek dy pyetje së bashku që njëra është pak më personale disi, por nuk ju kam pyetur asnjëherë, as në studio, as kështu ndoshta në takimet tona jashtë studios rrethsisht. Tani, ndoshta shpesh kur ju shohin në rrugë, nuk ju thonë më as në emër, nuk ju thrasin si Aliu, por ju thrasin Imam. Si është të mbash këtë pekt? Tani, ju keni ato identitetin tuaj, emrin, mbi emrin tuaj, por në një farë forme keni të veshur ndoshta gjatë gjithë kohës, kudo në rrugë, edhe këtë pektin e imamit. E dua ta lidh këtë pas kësaj përgjigje ndoshta me ato se si duhet një person që ka kryer haxhin në një farë mënyre të sillet edhe të jetë i vetëdijshëm që ka edhe pektin e haxhilerit me vete. Po, në të gjitha detyrat, kur njeriu merr një detyrë, apo, si më thonë, merr amanet, pa marrë parasysh se çfarë mund të jetë ajo, domethënë, gjitha detyrat dhe obligimet që ne kemi në jetën tonë të përditshme janë amanet, domethënë që ne i marrim ato për t'i kryer misupe. Natyrisht, to dikush mundet me tepër, dikush mundet me pak, dikush punon si thush me tepër, dikush përsëri me pak. Por ajo që duhet të qëndroj është që tek imami do të thoja, është se duhet i ketë sjelljet dhe veprimet, domethënë
do të thoja, gjithmonë njëjtë, dhe më thonë. Edhe kjo për faktin edhe në ambientet ndoshta ku është ma intim apo ma fshetas, por edhe në ambientet e hapura, do të thoja, për publikun. Gjithsesi, pa marrë parasysh se kush edhe si tek edhe sa do të thoja ulema apo alim në botë që është, gjithsesi ka një jetë private që gjithsecili pak e ka domethënë jetën private cilët ka një sjellje apo një qëndrim me të lirshëm, domethënë në shtëpi mund të qëndrojë manërësh, domethënë në jetën e tij të përditshme në familje mund të ketë probleme nga më të ndryshmet, sidomos sepse domethënë imamet krijojnë familje, krijojnë fëmijë, domethënë dhe obligimet ditore domethënë janë të njëjta si të tjerët. Nuk ka asnjë farë dallimi. Po kështu edhe në rrugë domethënë apo në ambiente, në xhami, gjitha këto domethënë kanë atë etikën e vet që duhet ta ruajnë domethënë. Imami duhet të ketë kujdes që të zbatoj domethënë urdhnat e Zotit, praktikat mundësisht domethënë të pejgamberit alayhis salam. Nuk mund të themi ne në Islam nuk e kemi që me kusht me patjetër që imami duhet të jetë që imami është ma besimtari. Këtë nuk e kemi të garantuar asnjë në Islam, domethënë mund të jetë ndoshta një person shumë më i thjeshtë që ndoshta mund të fitoj parajsën xhenetin shumë më përpara. Nga njëherë duke ditë se imamet janë edhe poste udhëheqëse zakonisht apo kur udhëheqin xhamatin, edhe dihet se çfarë ndodh me postet udhëheqëse nga njëherë që aty ka mund të shfaqen dredhite të ndryshme, mund të shfaqen problematika të ndryshme, të cilat këti ato nuk mund të zgjidhesh në formë kështu të lehtë, domethënë në formë të hapun, po aty do si çdo institucion, domethënë, qofshin ato edhe periferia apo edhe të tjerë, domethënë, gjithsecili domethënë ka veprimtarinë e vet administrative që administron një xhamat apo që administron një xhami apo disa xhami. Kështu që nga ky drejtim domethënë imamin e zbeh disa gjëra nga ajo që si mund të jetë për shembull një person i thjesht, një xhamatli i thjesht që nuk ka një përgjegjësi të tillë. Por ajo që them, sa i përket urdhnave të Zotit, domethënë adhurimeve, mirësisë, dashnisë që duhet të ketë për njerëzit, respektin që duhet ta ketë, kodeksin normalisht edhe të veshjes që duhet të ketë, sjelljet e tija, domethënë botën e tij intelektuale që duhet ta ketë gjithsecili domethënë prej imamëve, situatat me të cilat ai mund përballet dhe si mund të gjehet, gjitha këto duhet të jenë tek imami, apo kujdesi në mosrënien e ndonjë gjunahi, qoftë ai i vogël apo diçka tjera, sepse njeriu domethënë përballet. Është edhe më i vëzhguar, si imam ndoshta nëse shohim diçka që ne si qytetar të thjesht të them kështu që gaboj diku, duket sikur merr një shembull ndoshta nga imami edhe për fen. Pikërisht edhe atë, domethënë, por unë thash në fillim, domethënë janë edhe situatat nga që është edhe janë edhe administrative, në shumë raste domethënë tim nuk domethënë ndodh situata të tilla që mund të bash një takim për shembull ta zonë. Mund ta bash një takim, nuk mundesh më e bën në zyre, po mund apo në xhami, po duhet ta bash në kafe për shembull. Situata të cilat janë sot të rrethana. Dhe këto domethënë tanë ata bajnë atë që si më thënë të lëvizshëm pak edhe rolin edhe pozicionin e tij. Në të njëjtën mënyrë domethënë kurse sa i përket haxhiut, ai shkon që të vijë domethënë i pastër, domethënë me tobe, me një pendim. Dhe ajo që ai nuk ka domethënë si detyra e imamit, si detyra e imamit prap ka obligime siç thash tjerë, janë administrative në shumicën e rasteve, por haxhiu domethënë duhet të ketë kujdesin sidomos te adhurimet,
atje ka qenë shumë më i përkushtuar, nuk do të thoja që të rrinj vetëm duke falë namaze vullnetare apo do të thoje domethënë përmundësisht domethënë t'i kryej obligimet ditore që ka qoftë namazi, qoftë agjerimet, qoftë veprat e tjera, të jetë i mirë, të jetë i sjellshëm, të jetë i edukum, mos jetë prej atyre që ta vazhdojnë mashtrimin nëse e ka pas më përpara. Mos ta zbehin institucionin e haxhit me ndonjë gjatë keqe, me ndonjë fjalë, me ndonjë mashtrim që nuk i ka hije një haxhiu. Do të thoja, a ka haxhi që kanë kryer haxhin edhe po kanë vazhdu veset e vjetra. Kjo domethënë varet, ai ndoshta ka shku, ka kryer haxhin, ka kryer si detyrë, por nuk ka marrë asgjë me vete. Me vete domethënë, kjo është problematik përsëri në vete. Kështu që në një farë mënyrë qoftë imami, por në islam, si thash më përpara, imami është vetëm një prej prizve. Por gjithë cili prej nesh në islam janë tanë të barabartë, domethënë edhe xhamati edhe pjesëtarët janë përgjegjës të njëjtë, njësoj si imami. Edhe si thash më përpara, edhe haxhiu edhe gjithë domethënë tanë janë përgjegjës për atë çka bojnë. Por si thatë ju në fillim, janë dy në synin e njerëzve, qoftë imami, qoftë haxhiu, janë në synin si njerëz, do të thoja, që si më të devotshëm, sepse të tjerët nuk janë si ta, që nuk janë si ta, atëherë domethënë to shihen në sy si ma afër tek Allahu ndoshta. Po them, nëse ashtu do ta thojë, po si ma të lartë do thoja, po gjithsesi unë thash më përpara që edhe pjesëtarët e xhamatit gjithë janë të barabartë dhe prej të gjithëve kërkohet, sepse ti do të thojmë për shembull në Mekë, një Mekë si jeton për shembull, dhe ata kanë ato kohët e veta se kur e kryejnë haxhin, por aty janë gjithë haxhi për shembull, që si do ta definosh të shtja ai që është haxhi dhe ai që është haxhi. Edhe ai që është haxhi ndoshta ai që ka kryer haxhin edhe në Mekë, ndoshta mund të bëjnë një mashtrim apo çfarë po diu domethënë. Njerëz jemi. Njerëz jemi. Pra domethënë njerëz edhe insanisht vjen për fjalës nesie, që do të thotë me harru, është krijesë harrastare. Por ajo çka është mjarë kujtu njëri tjetrit. Dhe gjitha këto që ne i kemi, qoftë ditët e premte, hutbet e gjitha këto janë për me rikujtu njëri tjetrin që duhet mu kthy në binar, sepse njeriu është i atill, epshit e tij janë nga më të ndryshme, qoftë në pasoni, në gjërat e tjera, të cilat me domos për t'i arrit ato kthen gjitha rregullat edhe gjitha udhëzimet apo gjitha çaj ka caktuar Malli Zot për të mërrit ato në ato pika. E këto tash janë domethënë shumë të rrezikshme për çdo kënd që është si njeri. Por ajo që ne duhet të kemi parasysh është që duhet t'ja rikujtojmë njëri tjetrit sa më shumë në mënyrë që të kthjellohemi dhe të kthehemi në binaret ku duhet, ku na cakton Malli Zot. Ishte kjo një bisedë e frytshme, mund të them, e bukur për një fillim të këtij emisioni të Kurban Bajramit, ashtu siç jemi mësuar të ju kemi gjithmonë të parin të ftuar në këtë emision, por më tregoni cili do të ishte ai urim për të gjithë ato besimtarë musliman që janë duke na ndjekur në këto çaste. Atëherë më lejoni edhe një herë që për teleshikuesit tuaj dhe gjithë besimtarët, qoftë në vend apo edhe në diasporë dhe kudo në botë, t'ju uroj festën e Kurban Bajramit, apo Bajramit vogël siç e themi në traditën tonë. I lutemi Allahu xhaleshanuhu që të na i pranojë gjitha adhurimet, gjitha lutjet tona gjatë këtyre ditëve, të na pranojë kurbanin ton, sakrificën ton, haxhillarët tanë, Zoti t'ju pranojë lutjet e tyne, dhe lutjet e tyne inshallah shkojnë edhe për ne gjithë dhe për mbar botën nga ai vend i shenjtë. I lutim Allahu xhaleshanuhu që këtë ditë ta kenë pritë gjithë së bashku në familje, dhe gjithë ata të cilët ka ndonjë hatër mbetja apo diçka tjetër duhet që t'i lejnë këto ditë dhe të rikthehen afrimitetit dhe të rikthehen
aty në lidhjeve qofshin parafisnore apo shoqënore që mund t'jenë ata. Dhe gjitha adhurimet dhe ibadetet, Zotit na i pranoj inshallah, dhe njëherit edhe gjithë ato që i kemi në vend, edhe ato në diasporë, Zotit ju jap shëndet dhe mbarësi. Dhe njëherit dhe falenderoj edhe gjithë ata të cilët kanë kontribu me kurbanet e tyne për nxënësit e medreses tonë. Zotit ju a shpërblej ato me të mira, inshallah, dhe gjithë ata që kanë kontribu, qofshin për shtresat e ndryshme, për të varfnit, për ato jetimet, për ato të tjerë që janë gjetë apo që kanë nevojen e dorës tonë. Zotit ti shpërblej me të mirën të jetë dhe në jetën tjetër, inshallah. Me gëzime, inshallah. Me gëzime dhe juve dhe njëherë dhe faleminderit. Gjithë të mirat. Gëzuar, faleminderit. Ishte kënaqësi që filluam së bashku këtë bisedë, edhe këtë maraton le të themi në vazhdim të emisionit ton. Ne në minutat në vazhdim do të sillim edhe njëherë për të gjithë shikuesit para ekranit të televizionit të UTA faljen e namazit të Bajramit që na vjen nga Xhamia e Madhe e Pjenjeshit. Shikim këndshëm në minutat në vazhdim.